Jemi kthyer në studio, pjesën e parë të emisionit u ndalëm tek raporti përfundimtar IOSB Odirit dhe gjetjet e tij. Në këtë pjesë të dytë ndalemi pak tek një fenomen që po ndodh pak më shpesh këto muajt e fundit, paktën dhe pas zgjedhjeve të 11 majit, tek rrjedhja e përfaqësuesve të lartë Partisë Demokratike drejt pushtetit. Në fakt, edhe ditën e sotme ka patur një tjetër lëvizje, ka qenë kryetarja e Partisë Demokratike të Sarandës, që është bërë nënkryetare e Bashkisë së Sarandës, por kanë bërë një listë me lëvizjet më të fundit që kanë kaluar nga PD-ja drejt pushtetit, le të themi, është Zheni Gjergji, ka qenë deputete e Partisë Demokratike në qarkun e Elbasanit, e këtij legjislacioni, pra e legjislacionit fundit, vetëm një muaj, 2 muaj më parë, ka përfunduar mandatin dhe është bërë drejtoresh e Spitalit Xhafer Kongoli në Elbasan. Më pas, është Genc Deromemaj, ka qenë kryetari degës së PD-s në Vlorë, ka qenë antar kryesie dhe Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike dhe antar i foltores, le të themi, i rithemelimit, jo i foltores, ndjes, dhe tashmë është bërë drejtor i kadastrës së Vlorës. Ferdinand Xhaferaj, nga deputeti i Partisë Demokratike në Durrës, është bërë këshilltar i presidentit Republikës, por i atij presidenti që PD-ja kërkon ta shkarkojë, sigurisht, Alban Zeneli, nga deputeti i Partisë Demokratike në Kukës, kandidoi në këto zgjedhje, në zgjedhjet e 11 majit në listën e hapur për deputet Partisë Demokratike, po për qarkun e Kukësit. Zamira Sina, pjesë e PD-s dhe aktiviste në protestat e opozitës, edhe ish pjesëmarrëse në çadrën e famshme në 2017, u zgjodh deputete e Partisë Socialiste për Vlorën. Halit Valteri, një tjetër emër, deputet i Partisë Demokratike, po pas djegjes së mandateve, pra i opozitës parlamentare, tashmë është antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës nga radhët e Partisë Socialiste, por dhe mbështetës i PS-s. Manjola Nikolo është ajo që u përmenda në nisje, pra nga kryetare e PD-s në Sarandë, ditën e sotme është konfirmuar lajmi që ka marrë postin e nënkryetare së Bashkisë Sarandë. Blendi Sulaj, kandidat dhe antar i Këshillit Kombëtar të PD-s, sot është nënkryetar i Bashkisë Tiranë. Pastaj postet të tjera të vogla ka plot, po le të themi këta ishin emrat kryesorë që ne kishim përzgjedhur. Lela, çfarë po ndodh? Erla ti the eksponent lart, unë do thoja Ish deputete. Shumica e tyre, le ta pranojmë, janë personazhe periferik politik. Pra mos ti bëjmë më të mëdhej se ç'janë për hir të asaj që duam të themi ose të provojmë. Shumica janë periferik. Pra nuk më duket ndonjë pesh. Nëse do të t'jap mendimin tim, Lela, për mua Zheni Gjergji, për shembull, as nuk është askush i për të qenë edhe deputete e PD-s dikur. Po, ja që ka qenë. Rruga e mbaru. Dhe sot e merr Rama, e merr PS-ja. Rruga e mbaru qoftë nga ana ime. E dyta, kryetari i Partisë Demokratike e opozitës Sali Berisha ka thënë shumë qartë që ata nuk kanë trajtuar PD-n, kanë trajtuar zgjedhësit dhe ata që i kanë mbështetur, me ata kanë trajtim, njerëz që kanë punuar për vite e vite, dhe në fund ju kanë thënë, po shkojmë atje ku dikur kishim helmin, tani po vëmë gjuhën. Me thënë drejtën, është ruptur e madhe psikologjike kjo, me bokte, pra aty ku ke hedh helmin, me shku me vu buzët, por edhe njerë është e drejta e tyre. Se dakord, se cili bën zgjedhjen individuale, dhe ndoshta nuk e gjykojmë dot. Unë në fund fajsoj i vë gishtin një personazh ose një filozofie, që është Edi Rama dhe filozofia e tij, dhe do ta argumentoj se pse. Se duket sikur nuk e kanë. Këta janë, po themi, simptoma të lehta të epidemisë së madhe që ka futur Edi Rama në vend, ku politika transaksionale, ku në ka rëndësi asgjë, ka rëndësi sa të jap, sa mund të blej, edhe si mund të josh. Dhe prandaj tash është alarmante kjo që po ndodh, se është vrarë procesi politik. Kjo është vrarje procesi politik. Pra këta janë joshur. Këta nuk kanë shkuar dhe kanë trokitur në ide, aman na gjen një punë. Se asi prej tyre nuk është Halli Xhiu që kërkon një punë. Këta janë joshur. Ka qenë filozofi, nga kush janë joshur? Ju mbani mend Edi Ramën, ka dalë ka thënë publikisht. Ne tani do të marrim edhe eksponentët demokratë dhe ata se kshu sa ashtu. Por mos kemi komplekse, tha ai, edhe këta mund të duan. Kjo është përpjekja. Po mund të jenë dhe të lodhur me PD-n, pra me vetë partinë e tyre. Shiko, për çfarë janë njerëzit në politikë? Janë për një ambicje.
Dhe Edi Rama këtë është duke bërë. Pra vrasja e procesit politik nëpërmjet vrasjes së ambicjes. Nuk ke ti pse rri atje, se po kemi po pra korruptimi i ambicjes, se po nuk ke pse rri atje. Po kesh një identitet të fortë politik. Se këtë ambicjen, Kjo është më rëndësishme fakt për Kjo është më rëndësishme se sa ambicia. A kanë patur këta njerëz identitet fort politik apo janë katapultuar në PD pa merit? Unë ta thash janë personazhe periferik. Tani, a ka një gabim PD-ja në koptim ose në headhunting? Sigurisht që ka, se janë personazhe periferik. Me thonë drejtën, se s'dua të... Jo, pa ju futur. Nuk dua të flas aq sa më bëhet të flas. Dëgjoj. Nuk të kritikoj merak që do të kritikoj partia pse Jo, folën nëse kam se nuk e dua t'i bëj këta target. Unë e thash, për mua gishti shkon tek ai që e ka kthyer procesin politik në transaksional, në shit blerje. Jo më ka garë, mo, ka qenë, mo, PD edhe PS-ja bënin garë. Bënin garë, mo. Edhe Konsiderat Islami, kur shkojnë të PD-ja dakor, garë ishte. pikërisht. Tani... Sepse i dha votën për presidentin aso kohë, kur u zgjodh Bamir Topi dhe Berisha do ta ilustrosh këtë që po ndodh me një shprehje të filozofisë politike të Edi Ramës me dëshirën e Konsiderat Islamit për t'i Dëgjoj, megjithatë, është tjetër korruptimi dhe është tjetër vendimi i lirë. Lela vetëm diçka kam këtu për të shtuar, pavarësisht se sa periferik janë këta. Si do i merrnit ju votat 11 maj kur këta i kishit brenda aty në parti? Si do punonin këta kur këta pas kanë patur hallin të shkojnë të gjejnë një copë punë te qeveria? Tani në makinën shikot. Mund të diskutojmë dhe relevancën e tyre elektorale pastaj. Çfarë quhet poligraf? Në poligrafin nuk ju ja bënim dot. Tash mos kërkoni dhe ju në çdo njeri që vjen në PD, nuk kemi një poligraf aty që të tregon se kush e ka me ndërgjegje, kush të do. Ka të tillë, bota është e mbushur me njerëz të tillë. Edhe një herë, rruga mbaru qoftë, Sali Berisha ka thënë për mua më saktë se asgjë. Kanë tradhtuar, nuk kanë tradhtuar PD-n, kanë tradhtuar mbështetësit dhe njerëzit e vet. Okej, Manjani.